Princi William, i veshur me uniformë ushtarake dhe beret, bëriti në kampin ushtarak Tapa në Estoni, vetëm 90 milje nga kufiri me Rusin, për të marrë pjesë në një stërvitje të madhe të NATO-s. Si kolonel i regjimentit Mercian, ai vizitoi trupat britanike që do të kryejnë një mision 6 muajor në rajon. Gjatë ushtrimit ushtarak, princi i Walesit hipi në një tank Challenger 2 dhe më pas udhëtoi me një automjet luftarak arrior për të parë nga afër operacionin. Trupat britanike dhe estoneze simuluan një sulm mbi një bazë armike duke përdorur armë të rënda, granata tymuese dhe dron për vëzhgim. Pas demonstrimit, Iliam pati mundësinë të drejtojë një Archer, një sistem artillerie të gjeneratës së re, me një rreze veprimi mbi 50 km. Vizita e tij synon të tregojë mbështetjen e Britanisë për Estoninë dhe NATO-n, veçanërisht në sfondin e tensioneve me Rusin. Princi gjithashtu takoi ushtarë estonez dhe britanik, duke biseduar për përvojën e tyre. Vizita vjen në një moment kritik, ndërsa Estonia mbështet Ukrainën dhe përgatitet për çdo kërcënim të mundshëm nga Rusia, duke konsideruar praninë ushtarake britanike thelbësore për sigurinë e saj.